Rata, u të lutem dhe urime festa. Faleminderit, urime edhe ty edhe krejt shqiptarëve kudo që janë. Cila është ndjesia e 17 shkurtit kështu? Nuk po flasim saktësisht për sot, po si ditë. Si për vjetor. Në fakt është një ditë që e kena prit fakt me shekuj, kështu që është një ditë që shumë gjenerata nashta kanë vdek, kanë shku pa e përjetu këtë ditë, nashta kanë dhonë, kanë dirë gjak, kanë sakrifiku me luftë, me burgje, me torturat ndryshme për këtë ditë, po na kemi pas fatin me gëzu këtë pavarësi që domethënë u derdh gjak me shekuj. Është një ditë e veçantë, po them se edhe pse nashta jam kon të para 18 vjet, jam kon me një moshë pak më të re, kuptohet, po sidoqë që jetë e maj mend shumë mirë, jam kon në shtëpi me nanën edhe lot gëzimi ka pas, domethënë si nga ana ime, si prej nanës, jena gëzu fort, kështu që nuk harrohet kurrë, edhe pse u kon shumë ftoftë nëse zgaboja e ditë që kur bashkëpall pavarësia. Edhe sot na kujtoi pak bora dhe shiu. Po edhe sot në faktikisht ke pak, po sidoqë që jetë kem një popullsi shumë e madhe, domethënë, kem shumë prej tona ëndë trojë shqiptare dhe nuk u ndjen ashta fort ai ftofti në mesin e protestuesve. Po. Golden, në para se të në studio thash që ke bërë gjatë gjithë kohës thirrje që të bashkohen sa më shumë njerëz, dhe sot kur të pash në Insta story që isha atje dhe ishin një numër shumë i madh i konsiderueshëm njerëzve që ishin ardhur nga gjitha vendet për të luftuar këtë padrejtësi të ish-krerëve të UÇK-s. Më thuaj pak cili është emocioni sot? Domethënë kur pave gjithë ato gjenerata që ishin bashkuar në një protestë shumë masive, një numër shumë masiv. Po në fakt edhe është prit, edhe pse koha, po them, ti shkon ndoshta pak më mirë, ndoshta kishim të hala më shumë e pas, po sidoqë që të më duket që ikon nuk pengoj as pak. Po protestë goxha e madhe, nuk e di hera tjera ka pas më të madhe. Ndjesia është përderisa dikush që ka luftu për ç't liri që na gëzojmë sot, padrejtësisht mbahet, domethënë në burg, para burgem ose çka do të qoftë me çujt, domethënë diçka sigur kur e bën dikush një dasëm, ai kryesori që thirr nuk është ndasëm, domethënë. Kështu që ata janë kon kryesor të kësaj dasme, tuanis për dëshmorëve të kombit, martirëve, po ata që kanë me gjallë, ata i kemi heroj gjallë. Luftës tonë që i kena pas ëndër nështë edhe me i pa, me i taku, kur nuk i kena njoft, nështë edhe kur i kena pa në televizion, në për veti, shumë i vogël si fëmi. Po tash, këta i kemi gjallë, e këtyne du të mja ditë vlerën. Pa marë parasysh, dhe me thonë, në qëfar pozite, a ka pas komandanta, ushtarë, ose vish një ditë nëse ka luftu, a e ka bo një sakrificë që në është një pjesë e madhe e popullit se ka bo. Kështu që na du të më kohën kratë tyne, se i përket luftës, du të më kohën gjithmonë bashkë. Kur vjen puna në politikë, ta shtetë dhe ka mendimet veta, mujna më pajtu, mos më pajtu, ato janë kuptohet, janë gjana, se cilë ka mendimin e vetë, dëshiren e vetë, partitë ndryshme, ama kur vjen puna për vend, për UÇK, du më kohën krejt bashkë. Gold, beson në drejtësi që mund të ndodhë, ose çfarë shpreson nga ky gjykim? Po do them sikur që është edhe Recep Selimi, që unë e kam vllaut zemrës që vllai thëm, të unë e kam frikë nga padrejtësia, nga drejtësia. Kështu që kena frikë nëse në libote pa drejtë, nëse ka drejtësi, ata kanë marrë në shtëpiat veta të pafajshëm. Përderisa na kemi luftuar në tokën tonë, e kemi mbrojtur vendin tonë, në prej pushtuesve që tash sado që mujna me folë më bënë emision është shumë më i madh për ato që kena hek, po prej zorit e kena pas, se kena pas për qefit. Domethënë e kena pas të imponuar me formu një ushtëri, domethënë për me dal një ditë, për më konë i të lirë, sikur sot që e festum, për shembull, e festum, e protestum, po si do të qoftë të konë ma shumë lloj proteste, në ashtu se lloj feste. Gold, sot kryeredaktori Arsim Lani gjatë transmitimit që ka pasur disa informacione që ish-krerët që janë në Hag e kanë shikuar shumë televizionin sot gjatë ditës dhe kanë parë intervistat dhe deklaratat. Me shumë bindje po e shohin edhe këtë me neve dyve sonte këtu. Çfarë do ju thoje? Shpresoj që po urime pavarësinë e Kosovës ju pashëm në shtëpia tona sa më shpejt. Në rregull. Gold, ne kur e kemi pasur intervistën e parë kemi folur pak për patriotizmin tënd, mënyrën se si e ke përkthyer në këngë në veprat e tua në art përgjithësie që duar turkitet shumë tash sa vite nga popujt, dhe ke vendosur që këtë art tëndin ta shprehësh në këtë formë shumë interesante. A ke qenë gjithmonë kështu, jam shumë kurioz me ditë. A ke pasur gjithmonë patriotizmin të mbjellur, po besoj nga familja po dhe qyshiri? Po, unë mendoj që çka do të flasën më mirë e din në rrethi jam, e din shoqënia e shkollës fillore të mesmës, fakulteti më në fund, po din që në dhe hartimet kërë këmë bëtë gjithmonë i këmë lidhë ka pak me luft tani. Nuk e di pse, jo që unë nuk e du luftën. Po si do qoftë kalumën tonë s'kom qef me harru. Se jëm një fëmi që jëm rritë në qatë fërim, sigur në dashta del moshën 6 vjeçari që këmë jetu me babën, që flamurin ku që zje këmë pasë në dhomë prej asaj kohë, prej 92 më babeve që kanë ndru jetë,
edhe kum ditë kush është ai, çka ka bëu ai, sa ka dash vendin e vet. Kena pas një kalendar, nështë edhe e din të gjenerata që janë më të mëdha se unë, janë konë një kalendar që ka pas çdo muje ka pas ka një hero, për shembull, konë Skënderbeu, konë Lëç Gorakuqi, Hasan Prishtina, Ismail Qemali, Lisa Boletini, secila faqe ka pas nga vetë. Unë i pata mësu përmend që më konë më i vogël se 6 vjet, kuptohet. Një 5 vjet i kam pas se kitë përmend që i kam ditë, i kam njohur. Domethënë jam rrit çast frim. Tu rrit me kalimin e kohës, kum kuptuar domethënë që edhe gjyshin, domethënë babën e babës, edhe babën e nanës janë vëran pi pushtuzve. Kështu që s'kam mujt ka me dojnë ndryshe, gjithmonë ma ka ngreja, ma kanë imponu më konë kjo që jam sot. Apo kupton, dhe më thonë edhe gjako u i zbohet, kuptohet. E në atë periud që kam përmend mësë shumë ti, nuk e di për këto që po e flet në cilën mosh ke qenë për afërsisht, kur ke filluar dish edhe t'jesh kurios për historinë e vendit, a? Po, unë gjithmonë kom pas qef me ditë edhe me njoft, po tam, ma vonë kom pas fatin edhe dajp një pas pjesë luftës në Kosovë. Kështu që më ka ra, bëton mu përvu me pas në familje. Apo kupton, se s'është veç me thonë që rastisht. E kanga, në faktikisht, në fillim, kur kom fillu me bo kangë patriotike, se gjithmonë bëton edhe hartimet në shkollë i kom lidhë, nashta me jë pranvera, jë lufta, jë filloj kështu. E këtë kangën e parë patriotike, po besoj ke pasur shumë përgjithësia, që të kthesh në një këngë, ndjenja të tua. Kur më konë ma i vogël, nashta njeri nuk e din, nashta edhe shumë se për shembull si më konë edhe në pikën që jam sot karierës ose më thonë me pas një audiencë ose më të njoftë, se përpara s'ka pas rrjete sociale. U dosh me qitë një trak ose një CD, me qitë qitja, ta mërshina, s'ta mërshina, me shpërnda. Edhe s'ke pas as pak matematika apo këqyret apo dëgjota. Po, edhe s'ke mujt me edhe nashta ndikimi nuk u konë, për shembull se. Jo nashta po s'u konë, se në faktikisht nuk e kom pas në e far emrin atë kohë kur kom fillu për me bo muzikë, se për vitit 2000 kom pas kangën e parë. Tash është përgjithësi shumë e madhe. Në shpesh e shoh për shembull edhe këngëtar, kolegë më shumë të mirë që kënojnë, domethënë këngë patriotike për shembull shumë rrallë dalin, për arsye që hezitojnë, dove nuk ju shkon. Po dove që ju shkon ndoshta më shumë kanë qef me kënu dashnisë, se më shumë ka njerëz dashurum se patriotë, atletar, kështu që po unë kam zgjedhur këtë rrugë edhe është përgjithësia shumë e madhe kur e shkruan një tekst një këngë se sidomos kur shkruhet për dëshmorë fjala, po edhe për vendin përgjithësi, po për dëshmorë kur shkruan me pas shumë kujdes. Çka fol se edhe zona po them që jetoj me një epokë që kanë jetu edhe herojt ton, dëshmorët ton, edhe kur kontaktoj me familjet e tyne, kryesorja për asaj është që familja kur thotë është në rregull, ti mos ki çka më marr me ato. Familjes kur ti pëlqen, tash kushdo që e lëshon, ti e din që spaku është realiteti, çka i tu e thonë. E prandaj sa bëhet hit sa jo, ajo s'është në dorën tonë. Po i bëj me zemër, vallai. Mundona me bos çysh është mas mirë edhe di që këtu kanë me jetu edhe mas meje. Po, Golti gëzon një respekt shumë nga familjarët e dëshmorëve për cilën ju ke kënduar. Dhe besoj kjo rrit shumë përgjegjësinë për ty, çfarë më bë tash, çfarë më bë tutje, se po besoj që gjithë ata që kanë jap kontributin shumë të madh për vendin tonë, në reformën e tjetër u ke kushtuar edhe këngë, kish më larg se dia u publikuat në këngë për Begrizën, kështu që pash komente të shumta, të cilat gjatë gjithë kohës presin nga Goldexhi tu dedikohet këngë atyre. Nuk e di sa i merr përbas komentet, sa i merr përbas kur familjarët kërkojnë Gold lutem. Krejt i marrë për bazë. Mas shumë t'i marrë për bazë kur takohemi. Edhe kur një nanë dëshmorit, ose një fëmijë dëshmorit, kur të qofë që një familjar, një vlla, një motër, dhe me thonë e ka, dhe me thonë ma beson mu kangën për familjarin e vetë. Që vëse të bënd lumë të shumë? Po, i diçka që, apo kuptonë, i diçka që as ondrës të kom pakër në koni vogël. Edhe në të dhe, po, ti po kom qef me abo. Po, bënja ti po kom qef maknu djalin, tjetëri thët vlaun, kush do qoftë, po thomë, prej familjes që është përgjithësi shumë e madhe, po thomë, edhe kënaqeshna kudo që shkoj në trojet tona, edhe në Kosovë, po kudo qoftë që jam në trojet tona tash spi përmeni pa dallim, në trojet shqiptare, kudo që shkoj, për në me gëzoj respekt edhe gëzona, po thomë, ondrat i kom pas shumë të vogla, në krahasim me ata që më ka dhënë Zoti sot, kështu që nashta i vogël kom pas qef me pas pare, me pas famë, po autoritet, dashni, respekt në popull, sa që kom lyp, e ato më ka dhënë Zoti edhe plus. Kështu që po them jam falendërues shumë. Duke ditë lidhjen tënde me Zotin, po besoj që falendëruesi shumë ndaj Zotit për këtë që je sot. Po, falendërues ndaj Zotit edhe ndaj atyre që më dojnë, kuptohet se. Tash atyre që dojnë, kush ka qenë kraj i djathtë jotja që ka besuar në këtë, nuk e di, në këtë vizionin tënd për këngët patriotike që mund t'ia dalësh, që mund t'i bësh mira, duke nisur prej këngës së parë. Dua di një individ ose dua. Faktikisht nanas më ka prish shefin kur. Edhe pse gjithmonë ka pas frikën kur kom dalë jashtë kufive për shembull, në bër
vendet që nashta Ose mund të krijojnë konflikte në formën se tjetër dhe këngë patriotike, e din shumë mirë. Po më kanë kriju konflikte të ndryshme, domethënë kam pas probleme të ndryshme, po unë jam një artist edhe kam pas qef me shpreh ato që e kom di bizarre, tash diku i pëlqen, diku i pëlqen, kënga është punë shije, të pëlqen mirë, s'pëlqen dikon tjetër edhe shumë lehtë është miknu nashta do sanave tjera, nashta miknu edhe dukurive negative, i ki rrugë qel, po miknu këngës patriotike, miknu venit tonë, pak është më problem. Unë jam shumë kurioz di pse ndodhin, pse mund të ketë goldegji konflikte nëse i këndohet këngëve patriotike, nëse i këndohet vendet, nëse i këndohet të drejtës. Se është një pyetje ndikimi, se nëse i kish një mik likime nuk janë kërkuj. A nëse i bën me një këngë patriotike, që të shoh që është 1 milion e kusur klikime, mas pak ti po flas, e më shumë. Dihet që ndikimi është më i madh. A të shqetësojnë gold? Jo, më kënaqin përkundër. Se po pas shqetësu më të ikë shandru. E di, që në momentin e flasim, po besoj që nuk ke shqetësim, po ndoshta në fillimet e tua, ke pasur, nuk e di, me dyshën nëse duhet vazhdohet kur e ke parë impaktin kaq të madh. Jo, më parë, unë jam gëzu, po them, ëndër se kom pas, thash, që ato që ëndrat jam kon shumë më të vogla, kështu që kur e di që populli jam e don këngën teme. Populli jam e don, e kush do të shoh pe armiqve ton, ose mund më konë ashtu edhe shqipfolës, që na ashtu punojnë me zemër e me mendje të armikut. Pak rëndësi është, unë s'ka pas qef ato më ndosh kur. Se ti e përballur edhe me drejtsinë, pikërisht për tekstet e tua, për këngët e tua, për veprat e tua, e përballur edhe me drejtsinë, kështu që në fond tjetër andaj deshta di, nuk po flasim shqetësim frike, po flasim shqetësim të karrierës tënde. Faleminderit Zotit që zërë që jem përballur me drejtsinë, kam pas u kon gjykimi për shembull, ose u kon akuza ose çka do të qoftë, u kon për dashni të vendit, atë se kon kur akuza që jem kon për shembull narkoman ose që jem kon pedofil ose që jem kon modhun familje. Po do të thonë që gjithmonë kam shkuar me faqe të bardha dhe me kënaqësi të madhe kam shkuar. Sot dashurinë që e merr nga njerëzit është në numër shumë të madh, e shoh edhe në rrjetet sociale, po e merr edhe ti gjatë gjithë kohës në rrugë, kështu që ata që doin duket që duan shumë sinqerisht. Po ata që mendojnë, e dëgjojnë muzikën e Goldit, mendoj që nuk e dëgjojnë sa për të dëgjuar, po e kanë një lidhje me ty në një formë. Unë shoh që edhe grup mosha, për shembull, gjenerata që janë madje në gjeneratën ashtu që më kanë prindi jam, si bab, si non, domethënë është shumë, domethënë që i kanë ashtu 70 vjet. Domethënë më ndojnë, më respektojnë, domethënë unë nina si fëmijë tyne. Domethënë edhe kur të ndalin, kur të folin në çat mënyrë që domethënë ka raste kur një non më thotë të fal apo një non, thotë. Okej. Është diçka që e shoh që domethënë ata dinë edhe intervistat se puna veç këngë. Ti ta din jetën, ta din ato, thonë çish i djemt, për herë të kovçika. Domethënë e shohin që janë me ty faktikisht. Është një lloj familje që ndoshta ti nuk i njeh, po ata me ty janë gjithmonë. E tash kur po flasim për familje, duke qenë që prindje edhe vet. A e ndjen më shqetësuese të ardhmen e vendit dhe a ka më shumë ngjyra tekstet e tua, këngët e tua duke marrë parasysh se vetë je prind? A je më i shqetësuar për të ardhmen e vendit? Po, faktikisht jo, unë kur e shoh me këngët e mia, për shembull, fëmijët e mi i dojnë shumë. Edhe ja lëshoj kur s'kam frikë, çdo këngë veç që për shembull në YouTube, se telefonat s'kam qef më jalon shumë na përdor, ja kom hek komplet. Ja kom hek krejt. Në televizor po, ja lëshoj edhe ma bën çito, për shembull, edhe kënojnë bashkë me mua. Unë më dal në dhomë tjetër ose çfarë do qoftë, aty lidhet kënga tjetër se kam frikë çka po shef fëmia jam tonë. Kështu që kur po bëhesh e prind, përgjithësia është kuptohet që është shumë e madhe, po unë di që edhe fëmijë tjerë, po them, kushtet që asaj spaku nuk i vjen kesh nëse ngani këngë teme prindi me fëmijët vet, ose vllau me motër, ose me këndo qoftë që është familja bashk, qoftë makinë, qoftë shtëpia, kudo qoftë tjetër. Është përgjithësi shumë e madhe e jona sidomos kur e bën në moshë caktuar. Se ndoshta kur i ki 20 vjet, ka hije edhe më kon pak rebel, pak më kon në një version tjetër tëndin. Po, apo kupton, ka hije se nuk menon për magat, ama në moment kur bëhesh prind është përgjithësia shumë e madhe. Du me menu pastaj jo vetëm për fëmijët, po edhe për tjerë. Sa që ti tut ndoshta i rum, po tash jo të me piruje, pi prishit të hojt. Në momentin që po flasim ti ke bërë shumë këngë dhe ke shkruar shumë, po a ke ndonjë peng artistik? A të kam bek në një formë pikë të, nuk e di në një moment caktuar nuk e realizoni projekt ose kush ka qenë dikush gjallë ose nuk e di kur ka qenë prezent me neve që nuk është. Na shtamon me pas, po çka do që su bëhet, di që ju kon hajër për mos më bëj, kështu që është që më lëm shumë peng në gjallë që nuk bëhet. Për cilin projekt je më shumë te krenar? Për krejt. Si e Vladi kom se vetë i shkruaj, vetë i kënaq, kështu që. E di. A ka ndonjë mbase që është lancuar në momentin e duhur, që është bërë në momentin e duhur që nëse përmendet krimtaria jote, diskografia jote di bjen mend kështu si projekt i parë. Duhet ketë një tash, po besoj një që ka bë kthesën pak. Po, për shembull, unë më përmend këngën shqiptare në 2014.
Është këngë që unë vetë nuk e kom prit suksesin e saj. Se kom prit. As gjykimin, nuk e ke prit që mundet një bua se këngë? Po, as gjykimin, as para gjykimin. Okej. Kur gjë s'kom prit, faktikisht e kom qitë si kitë këngë tjera, thonë, ashta kuptohet, se dikush e pëlqen, dikush e pëlqen, po jo dhe në qatë piksa që me shku me dhonë intervist, në krime tronda, me shku e londa, në prokuroria, gjona, kështu që ato s'e kom prit, faktikisht. Nuk e ke prit që një tekst i tillë, një prodhim i tillë mundet me pas aq shumë impakt, domethënë që mund të preken aq shumë njerëz nga një tekst i këngës, a se e di që zhurma Pak jem prek e shumë janë kënaqur. Kështu që më shumë janë kënaqur se që jem prek. Nuk je pishman për asgjë? Jo, korrekt një. Njëjtë mendon, njëjtë? Njëjtë korrekt, asnjë pikë se as presin si ek. Okej. Gold, folëm pak për prodhimtarinë tënde muzikore dhe mënyrën mbase se çu shka ecë karriera jote, që unë jam shumë i bindur që ka shumë rëndësi që je krenar me veten. Duke qenë sot që jemi me 17 shkurt. A mendon që gjithë jemi patriot? A mendon që gjithë e shprehim në një formë ndryshe se cilin formën e vetë? Domethënë, jo të gjithë e shprehin patriotizmin si unë, si ty, si dikush tjetër? Po në fakt e kena për bërsh, për obligim të cilë mënyrën e vetë me kontribu për vendin e vetë. Se akt patriotik nuk o vish me bë një këngë patriotike, për shembull. Ose me vesh një maicë kuqezi. Po, ose shka dhe qofta. Po shprejt në format të ndryshme. Po, e me shku faktikisht me festun ashta me pikafe në Graçanice, me shku me ka Beogradi, me Raka pak e, apo këton, nuk është tojnë e farë, apo këton diçka që komodi qka e të bo. Po, më se cilë mënyrën e vetë, në punën e vetë, nëse nuk e në hak punëtorit është akt patriotik. Nëse e runë një djallë tri, qoftë Ariani, qoftë Shpendi, kush do qoftë që me rujt, edhe mos me bo Ariani pishman pëse është i këtujt me shku dikun me jetu jashtë, edhe menoj që edhe është një farë akti patriotik. Apo këton, kështu që si cëllim mënyrën e vetë, unë e për shembull zona po them që ma ka dhonë mundësinë Zoti më konë ky që jam në art, muzikë, me dhonë kontributin tem. Me dhonë një lloj historie, kujt i pëlqej, kujt i pëlqej pa rëndësi, po një histori që as shkolla fillore fëmijët nuk e mësojnë. E lemo fëmijët e atë bashkëdhetarëve tonë që janë në perëndim, për shembull që nashta kanë qef sa më shumë fëmijët me orientu ka gjuha shqipe, ka trashëgimia jonë, ka kultura jonë, ka tradita jonë që mos me harru kush janë. Problemi më i madh është, domethënë që domethënë asimilimi. Se jo gjenerata që është djali jote ose djali jam, po nipat tani stërnipat mos si ki më ndorë. A kupton, ti nëse djalit nuk janë mbjell ato, s'mund janë mbjell as djalit tani nipit. Kështu që ajo vazhdon. Po. Gold më la shumë përshtypje që i përmende shëtitjet në Graçanisë dhe në Beograd që mund t'i bëjnë disa. Çfarë mendon për ta ose e kritikon si veprim, si mbase që nuk duhet të bërë, nuk e di? Jo bata që është njën që aty shkojnë, aty. Nuk konë diçka ndrysh. Që aty njën, mirë që aty shkojnë. Se di që më thonë, kafe sa dush, lokale, restorane kim Prishtinë, me shku, me onë në Graçanicë. Graçanica veni jonë është, ama restorani kër është i tyne, ta është ki që me shku, me di që me dukat të ashtrojnë me valoj së shku kër. Gold, do doje që të kishte më shumë golda në industrinë tonë, që të kishte më shumë si ty, që të kishte më shumë artistë cilët i këndojnë vendit, që janë patriotik, që mundojnë që zhratave të treja t'ja mbjellin pak historinë e vendit dhe përmes muzikës t'ju tregojnë se kush janë, cila ka qenë historia e vendit. Do doje? Kisha pas qef, kuptohet kisha pas qef. As nuk e kisha një si konkurencë. Për kundrazi, plot këngë që jam për shembull kolegëve të min, do këngë që i kam patriotike, unë ja kam bërë tekstet vet. Edhe nuk është që ja kam bërë me pagesë, ja kam bërë për qef. Kështu që kam qef se thotë mi dhon diçka nëse po më reknoj që ko ki. Me çfarë bëdon me kënu, nuk është që hezitoj mi ja shkruaj një tekst me di që ai ka qef me kënu. Po secili po them në këngë patriotike jo gjithkush mund me kënu. Kush ka inspiruar më shumë ti kur ke qenë edhe më i ri për muzikën patriotike? Nuk e di me kë je rritur, jam shumë kurioz me ditë. Unë jam rrit me lloj-lloj. Në faktikisht këngë patriotike prej vogël e kam dashur Ilir Shaqire. Okej. Dhe niste me të, jo pa qëllim. Po, e kam dashur Ilir Shaqire, po e kam dashur Shkurt e Fezën, Shret e Beluli, Motra Mustafa, Remzi Osmani, tani mos ime për më, e kam dashur Rifat Berishën. E shumë tjerë që më balla Ismet Bexhetin e bnashta shumë që unë jam rrit me këngët e tyne. Po ka ona e muzikës së për shembull kena nguna, për shembull Tupac Eminem, po jo që i kena kuptuar ndoshta çka do thonë, se s'kena ditë gjuhën atëherë. Sa duhet, se dim ndoshta ata është ndoshta perfekt, po atëherë pak a shumë na i fjalë kena kuptuar. E sa i përket këngëve rap na kena pas veç Bekën për shembull, MC Beka u kon. Gjenerat kur im konë shumë i vogël Beka u kon me reper edhe Bekën, domethënë e kum dashur. A më duket e ke zgjedh rapin, ti e ke zgjedh hip hopin vetëm shkaku që është një zhanër që përqen mesazh. Që është më direkt. Mund me shpreh se në asnjë lloj këngë nuk mund me shpreh çish mund me shpreh në rap. Okej.
jo veç patriotizmin, po dashnin. Unë shumë gatë me shku. Në këngë popullore, për shembull, ose R&B, dhe shka Po thua je më i limituar në... Ma e limituar. Leçi, domethënë janë këngë, domethënë që ka veç këndim, po tash i kanë edhe me 2-3 fjalë. Domethënë e kam bën, unë s'di që ashtu as me bëu as me shkru. Domethënë kur të kom një tekst një këngës, edhe nëse është për dashni, më ndona me kallëzu çka dashni. Jo në fillim me thon largohu në s'duhem, në fund kthem. Domethënë Nga kundërshtim me veten. Domethënë pjesë po, domethënë 2-3 minuta në këngë vjen kundërshtim me veten. Që dije, ja thuj largohu komplet këngën, ja ktheu njonën ose rrea, çfarë do të themi që është. Kështu që mundona më kon edhe këngë të dashnisë kur i bëjmë mundona më kon me mesazh më kon. Edhe këngë të dashnisë që i kam unë nuk njihna për këngë që bëj këngë dashnisë, po kit këngë të dashnisë. Nuk romantik. Po, nuk njihna, po kit këngë të dashnisë kam, më i thon mega hite. Po. Edhe kam klikushme më shumë se na do këngë shumë, do këngë patriotike që unë du më shumë ti. Po, ama jo këngë dashni që të shprehet në forma të ndryshme, jo vetëm në romantik, domethënë për babën, për motrën, për vllajën, fantazia si temë është gjithaj ke trajtu. Po, ama edhe këngë dashnisë që jam, për raport çifte për shembull, kretë dikom suksesshme. I bëj rall, po nuk njihna për atë punë. Po si do të qoftë me bë me dalë ta moj një orë program me këngë dashnisë dhe thu ka i dolën gjithë. A vështirë me shkruaj dashnisë gold? Jo, nuk është vështirë me shkruaj, për shembull, të inspirohesh për tema ndryshe sepse është bërë shumë, prodhimtari shumë ka për këngë dashnisë, andaj po të pyeta që më dalë me një këngë unike. Vërtet, po unë më shumë ndoshta me këngë patriotike për arsye që shkruaj shumë. Ndoshta se dashnisë shkruaj më rrallë. Për shembull rrim, unë mbien më najt me lloj-lloj kategorie, lloj-lloj shoqënie na bën më najt mu taku me asoj, se cilë kallzon hallet vetë dertet vetë edhe. Edhe ti viçë dëgjon. Po unë ngoj se tash nuk ka diçka që viç shkon viç huç. Nëse ka diçka që ka mo heket, apo nëse ka diçka top tjetër më anë edhe diçka dush me bëu. Aja u thu pastaj ose nuk e di, aja u tregon që kjo këngë ka pas inspirim. Ka raste ku i tregojmë, ka raste kur na s'na bën mundësia për me fol, po më kujtohet ndoshta më vonë, thon ka dhon për shembull shpendë çto ka pas ti po punë, po më kujtohet për të thon ata bëj. Apo kupton se bëj vetë ato. Në rregull. Golda ka pasur ndonjë këngë që ke shku për dikë tjetër, po të ka pëlqyer shumë edhe në moment ke thonë që më mirë tek shaka. Po çata s'kam qef me shkruaj shumë. Për dikon tjetër, shkruaj po them për keq çka kam shkruar deri tash, kur do të shoh mos ti përmendni se di që më harru dikon. Po janë emra që janë më besnik ndaj talentit tënd që të besojnë shumë. Po, e kena pas bashkëpunime, për shembull, edhe kom pas qef me knasi të madh aty, po tu është shumë ka dalë një rim për shembull si na shta kom thonë tek kisha përdorur të jam. Po më e kom lëshuar aty, s'më i tash më thon për fshi. Ja ke jap hakin. Po. Ja pa fshorin, të dultë të ja pa fshorin. Ke shpresë të gjëratat e reja Gold jo vetëm muzikë, po edhe në Kosovë. Unë e di që je shumë prezente, je shumë i zëshëm dhe për aktualitetin në vend që ndodh qoftë social, qoftë politik, nuk e di në forma të ndryshme, po ke shpresë ose sa i shet trend që e duan vendin? Trend e duan vendin, po më duket që fajtori kryesori na që jena si prind, pa më parasysh që dhënë moshë jemi. Që mund të bëjmë më shumë, a? Gjithçka do të bëjmë më shumë. Gjithçka do të bëjmë më shumë, përderisa në rast që do ditë që keni nxënës me një arsimtar që e pas një konflikt, unë e bëna një reagim Facebook. Po e pash. Tash na nuk e dim kush i ka pas fajin. Në çon e bëtom pandemi më mësuesja më ka ndruar. Sa herë ka orë mësuesja më nej të onë në shtëpi, kur kom pyet diçka ose kur më fol me to më ka tërë buzat për respektit. Do të thonë, na shtat edhe fjalët më kanë lidh. Sa ajo më ka mësuar shkronjën e parë. A kupton? Kështu që në një moment më rre, na be kena pas në ashtar arsimtar të rrept. Kena pas profesora shtirë. Unë babën e kam pas arsimtar, nonën e kam pas mësuese. Nona u kon më e buzë si natyrë. Babi u kon më e rrept, që shumë kallzojnë nxënësit e vet. Thona se kish me problem, më na rrej babi. Po thoj që më bëu më marr vesh, baba jon të shtëpia na më të ke krej. Apo do kon respekti për arsimtarin. Po atëherë edhe arsimtarët u ditë kush është arsimtar, e kanë ditë që për ne më është arsimtar. Apo kupton, kështu që mendon që duhet bëhet më shumë tek prindrit në shtëpia, duhet bëhet më shumë nga mësimdhënësit, a? Sepse një prind i dytë në një formë ose tjetër është edhe mësimdhënësi. Po, është mësimdhënës, me pas respekt, unë në shkollë e di që kur e kena kryer në shkollën fillore, në semi-matur, unë cigare kum dalë kum pi jashtë. S'kena pi mrena, s'u ka marrë se kum di që është më bëu më parë se dorë të më bëj për shembull të kujdestari i klasës se ku do të qoftë. Na e kena kryer mo. Madje edhe në rrugë po ke ndruar rrugën nga respekt. Edhe në shkollë mesme, apo godon diçka u koni respekt si lloj prindi u kon. Apo don prindi. Sot nuk e sheh. Tash nuk po shoh, se tash unë e shoh, domethënë që ka raste që do video kanë riqesin i postojnë e ndoshta e prekin kujdestarin, arsimtarin, deri në pikë që e detyrojnë më mëshuar, këta në fund e xhirojnë. Se gjirojnë për fillimin që është një fjallë, jo gjithkush, po jo çdo arsimtar, mendoj që më kon, ku di çfarë arsimtari që nëse i mshon nxënësit, po shumë do të më aplauzve, në ardë çat moment që më ta mshu.
Apo kupton, ti rrim mirë vallaj mu, ai kom kry shkollën e mesme kush me dorë s'm ka prek. Edhe nuk jem kon fort i urt. Si më konë gjë me thonë që jem konë kom nejtë urtë, po jo, ama si kom kalu limitet se më ardhë momente që më ranë konflikt me arsimtarin. Më përpara për orës kisha dojë sa që i kisha bojur. Apo kupton, kështu që me pas, po thëmë shumë kujdes të me pas edukat familjare. Mas pari edukat për familjes, mi ka dhu, jo me jabo baba, me bu më të ngusë arsimtari, hajtë tonë e vitë i ka dhe, jo, se tonë ti jeb zemër ati, që duhet niset edhe në ambientet shtëpisë. Mendon që fajti ka pak edhe teknologjia, nuk e di kanë zanë se që mësusën, arsimtarën, profesoreshën e kanë Instagram, e kanë Facebook, do më thonë edhe kjo pak, nuk e di, e kumbet magjinë e respektit që duhet ketë? Edhe kjo që beshof me këtë, që përna shfaqet këta Big Brother. Deshtëm, po ti më pënohet, po del diçka në telefon. Se nuk është që i ullna me këshyrë që apo ndodhë. Po del diçka, ndollën tash që këshim pas do pyetje, do tabele shumëzimit. Tabele shumëzimit, tabele shumëzimit, o diçka që në është ta për në me a thu djerë, me thonë, sa bojnë 2 ti apet në është ta thu 2 se që ashtu vetë djerë me thonë, apo thonë, mësë me ditë sa bojnë. Apo këtonë të shumë është të thirë, do pyetje, për shemë dhe qëtë që ndo, ka pasur dhe emra shumë bjo, mësë me njoftë, për shemë mësë me njoftë, thaqe, mësë me njoftë, këndo Inzberi Ibrahim Rëgovën, nuk e di kënë ja kanë qitë përba. Ta në kush ka thonë, dikush ka dalë ai Churchill Stopulli, që ka menu që Jezu Krishti, dhe me thonë është diçka që nuk i kuptoj lo pse, farë gjenerata e nga të rritë, ku janë të rritë o lo. Në bëtom, fëmija embe me bja qita dhe mjasharën e din të është. 5 vjeti ka. Po këtë përse meritat janë të këty, meritat janë të këty që kja rritur t'ja mësosh, sepse nëse nuk jam mëson, askush, gold. A më ty dëshmi mësu, apo kupton? Po, sepse po flasim, gjithë janë 20 plus. Nuk janë të folë të vëgjë, për ka gjenerat që janë ata ma djetër aty mrena. E menoj që ajo klap që është aty mrena, që po ka shikushmëri thyrje rekordeve, menoj që janë një pjesë e popullsisë tonë, deshtëm tash. Është një miniaturë e shoqërisë në cilin jam e vazhdo me që në ndër kundër. Me dashje pa dashje jena na. Me dashje pa dashje, a deshte, takojti, na jena që ta. Po, vazhdo me që në kundër reality show-t, sepse di që kemi florur edhe një herë edhe në për debate televizive, kur të kanë pa e ke pas një antivlerë, diçka që nuk është që mësojnë shumë trend, po shikueshmëria realisht gold është shumë e madhe. Si në Kosovë, si në Shqipëri. Po gjithmonë budallaki këshirë dhe ma shumë se e mira, se me dalë dikush me thonë që e kom shumë një libër mbi që kalon, nuk është që e këshirë dikush. Kështu që kur bën diçka çka zbohet, kur del jashtë numra, ki po për shembull se në qendër vëmendje do vjen dikush sikur në shesh, për shembull me dalë me jetë keqësimi arrit njëri me bërtit, kita ato e këshirin. A dim se, unë e pash një deklaratë që shikuesit nuk kanë qef shumë me u sfidu intelektualisht. Domethënë nëse shikojnë intervistë për një libër të mirë, ndihen pak inferior, ndihen pak jo të mençur mjaftueshëm, e kur e shohin një reality që ka gjëra të tilla, ndihen më të mençur, e kanë më lehtë ta vëjnë gishtin të personazhet. Andaj reality show, jo vetëm rap, edhe në botë, shikueshmëria reality edhe këtyre. Tena është diçka që jashtë normës. Shumë flitet gold, ke folur edhe ti për Kosovë, Shqipëri. Sot si është këtë lidhje që bëhet përmes muzikës, përmes reality, përmes emisioneve, mendon që është të forcuar ende më shumë? Raporti Kosovë-Shqipëri? Po, kohëve të fundit, në gjitha fushat, jo vetëm muzikë, po në përgjithësi. Mendoj që është mirë. Na do më konë shembull për Shqipënia do më konë shembull për neve, kështu që na jena një, s'është që do të më ndërrua. Në emrat i kena Kosovë-Shqipëri, po na jena një kom, jena një gjak. Kupton, që shtoj ku dush me ta gjilpona, me ta ngundash kryt ndash kom ti qëtë gjak, gjak shqiptari je. Pa dallim vendi, pa dallim feje, ti je shqiptar. Fejen e ki bindje, vendin e ki prej Zotit. Të kalon vë Zotit shqiptarja pa fshajre. Mund për Eshev, dikën Gjirokastër, tjetërin Shkodër, ku do qovë që është, pis ka problem, po qaj je. Na du më konë shembull për një tjetërin. Që nëse e takon një njeri në rrugë, thot jam i për Eshevët, më thonë që po, njof, është Arjani djali mirë, ose tash më thonë djali keq. Apo kupton, kështu që na do më bëj shembull për një tjetërin. Pëlqen që trajtohesh në Shqipëri jo si Goldexhi, po si Arjan. Vallë unë kënaqesh në Shqipëri. Pasha Zotin kënaqesh edhe domethënë prej kur ja jep dokumentat në kufi policit deri ku të kthehen apo domethënë kur kesh në kalën Shqipëri. Gjithmonë mirë më mirë. Tash unë s'po di as si Arjan as si Goldexhi, zonë kalën shumë mirë. Okej. Në rregull. Gold, duke të falendruar shumë që ishe me mua në këtë ditë kaq të rëndësishme, edhe për të mos marrë më shumë kohë, dua një urim për këtë ata që po na ndjekin momentalisht, ose një mesazh. Çfarë do doje për këtë ata që po na ndjekin momentalisht? Spori dëshiroj drejtësi dhe lirim qytetarëve tonë që janë Hag,
ju uroj festën e pavarësisë keq shqiptarëve, kudo që janë, pa dallim, në trojet tona edhe deri në fund për te oqeanit, deri nashta Vancouver, atje në Kanadë, e kudo qofshin në Australi, në për Evropë, urime festën e pavarësisë, inshallah gjithmonë jemi të bashkuar, mos raft, domethënë kur gjove që mund më na përqa, mes vete, pa dallim, domethënë, as politike, as kurrë tjetër, se kur shohim ka një rrjete sociale pak po na ik pi asaj, a jena na as jena, po sidoqoftë. Nuk e dia kemi pas intervista tjera më asaj, po jemi edhe në prag të muajit shenjtë Ramazanit, kështu që besoj një urim i ke edhe për këtë. Po, patjetër, urime keq besimtarëve musliman kudo që janë, urime festën e këtij muaji të bekum që është muaji e rahmetit, muaji i bereqetit, është një festë e muslimanëve faktikisht, është i lumi ai që e pret, është diçka që Zoti fal, pastrohen zemrat, falen gjunat, kështu që i lumi ai që mund me agjëru, po kushdo që nuk mund me agjëru, mund me bëu edhe vepra tjera të mira, kështu që mund me pas njerëz që janë sprovuar me smundje të ndryshme gjana, kështu që veprat e mira nuk ka kush që t'i nalë me bë. Në respekt, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Ishte kjo